Mirëmbrëma gjithëve, si çdo të premte jemi përsëri së bashku, unë jam Bardhi Sejdara se dhe jemi në emisionin Sheshi Dollarit. Do të flasim për një ngjarje të rëndësishme, një ngjarje e cila ka tërhequr vëmendje, sigurisht jo aq shumë në Shqipëri se sa në Europë dhe më tej. Dhe kam fjalën për forumin ndërkombëtar ekonomik të zhvilluar një ditë mbas një ngjarje po ashtu të rëndësishme që ishte samiti i 6 i zhvilluar, samiti politik i Europës i zhvilluar po ashtu në Tiranë. Në fakt, mediat pothuajse anashkaluan dhe e trajtuan shumë pak këtë forum ekonomik. Nuk e di arsyen, po gjithsesi ishte një forum i rëndësishëm, një forum në të cilin u fol jo thjesht për Shqipërinë, sepse forumi nuk i dedikohet Shqipërisë, por u fol për investimet në Europë. Ishte forumi i parë apo konferenca e parë në Europë që zhvilloi në Shqipëri. Madje në një moment caktuar presidenti i Francës, që ishte pjesë e forumit, tha që ju kam zili që takimin e parë të investitorëve që duan të investojnë në Europë e bëjmë në Tiranë. Dhe takimin e dytë sigurisht u bë një ditë më pas me investitorët e tjerë po në Paris, në Francë. Pse është i rëndësishëm ky forum? Nuk ishte i rëndësishëm vetëm për faktin se aty merrin pjesë një numër i konsiderueshëm të ftuarësh të cilët janë potencialisht investitorët më të fuqishëm në botë dhe në Evropë sigurisht, por edhe për një arsye tjetër, sepse në këtë forum do të diskutohej dhe debatohej, sikundër ndodhi, për lehtësitë, për mundësitë që duhet të afronte Europa pikërisht për investitorët të cilët kishin dëshirë të investonin në Europë. Do e mos që ky forum i pari që mbahej në Tiranë, siç e thash, i Europës, troqi vëmendjen edhe të autoriteteve shqiptare, një pjesë e mirë e autoriteteve tona ishin pjesë e tij. Ishte kryeministri Rama, po dhe një numër i konsiderueshëm bizneses, që ishte presidenti Emmanuel Macron, por dhe investitorë të cilët realisht investojnë në Shqipëri, siç ishte investitori Mohamed El Abar, apo qoftë edhe një lidhje drejt për drejt e dhëndrit president amerikan, Kushteri, i cili sigurisht që trajtoi dhe ne do ta trajtojmë më pas në emision dëshirën e tij për të investuar në turizëm, veçanërisht në Sazan, një projekt për cilin kemi folur gjatë edhe në Shqipëri. Ky forum ekonomik, pra, siç e thash, ndërkombëtar, bëri bashkë për të parë edhe investitor dhe lider biznesi edhe përfaqësues të lartë shtetëror, me qëllimin që të tregonte rrugët që duhen ndjekur në Europë, burokracisë që duhen shembur në Europë për të investuar. Për të gjitha këto, ne do të flasim me të ftuarit e mi vetëm pas pak sekondash. Ja ku jemi së bashku pra për të folur për këtë emision të rëndësishëm, për Sheshin e Dollarit, për ndërkombëtarët dhe thirrjen e tyre, kështu e kam titulluar dhe emisionin, investoni në Shqipëri. Pra, kanë qenë ndërkombëtarët dhe nuk kanë qenë autoritetet shqiptare që kërkuan të investojnë, por kanë qenë pikërisht huajt që kërkuan të investojnë në Shqipëri. Unë do të kem të ftuar në studio, po edhe nëpërmjet intervistave që kam realizuar, Endriti Zoira, zëvendës ministër në Ministrinë për Obrën dhe Punët e Jashtme, të cilit i kam marrë intervistë gjatë ditën e sotme. Kam gjithashtu kënaqësinë që të kem për të parë në studio Marinela Jazoj, drejtoresha ekzekutive Shoqata e Investitorëve tuaj në Shqipëri. Faleminderit Marinel që je në studion tonë. Marinela ka qenë gjithashtu dhe në forum dhe unë kam ftuar njerëz që kanë qenë në forum me qëllim që të sjellin dhe frymën e këtij forumi që është mbartur. Renaldo Pipiria është gjithashtu drejtori i Nareas, i ftuar në forum dhe ai. Faleminderit Narea, jemi bërë miq sepse ju vini dhe herë të tjera në emision. Investimi juaj apo puna juaj lidhet tërësisht edhe me investimet në fushën e real estate-it apo jo, sepse aty keni dhe mundësi. Po gjithashtu do të kem të ftuar dhe Majlind Lazimin, që është një menaxher i Harvard HTL-s në Shqipëri. Majlind mund të vish që tani e di që trafiku ishte rënduar, e kam në studio Majlindin, do ulet më njëherë në krahun tim. Faleminderit, pavarësisht ka edhe nga trafiku i madh. Po përpara se ta nis emisionin dhe të miratojmë edhe tematikën e sotme, do t'i lutem regjisë që të transmetoj pjesën e parë të intervistës që kam realizuar me zëvendës ministrin e Ministrisë për Obrën dhe Punët e Jashtme, Endriti Zoira. Në fakt, do doja që forumin e zhvilluar javën e kaluar, i mbështetur nga Fondi Sovran i Arabisë Saudite, ta shija në kuadër të një sër zhvillime që ka ndodhur javën e kaluar, përfshi kuptohet edhe samitin e Komunitetit Politik Evropian që ndodhi një ditë më parë.
Forumi patjetër ishte një natyrë private, pra ishte një organizim privat, por që së bashku me summitin e ndodhur një ditë më përpara. Dhe me prezencën aty jo vetëm të kryeministit shqiptar dhe investitorëve të ndryshëm shqiptar, por patjetër edhe me praninë e presidentit francez, Zodin Macron, ishte një element shtesë për të siguruar investitorë të mundshëm, europian, shqiptar, por edhe për te kontinentit, për vlefshmërinë e investimeve në ekonominë shqiptare. Pra, patjetër që forumi diskutonte çështje që nuk ka të bëjë vetëm me ekonominë shqiptare, sepse ishte një forum ndërkombëtar, gati 90% e pjesëmarrësve ishin të huaj. U diskutua një sër çështje të rëndësisë strategjike, për sa i përket zhvillimeve që po ndodhen në Europë, sektorëve, fushave të rëndësishme, pati diskutime edhe nga ish-kryeministri italian zoti Renzi për nevojën që ka Evropa për të ndryshuar kurs për në një sër sektor strategjik, por për sa na përket ne, ishte një event tjetër, një le të themi gur kilometrik tjetër, që në një mënyrë ose tjetër ju thoshte investitorëve të huaj se ky është një vend që tashmë është futur në këtë rrugtim, pra në rrugtimin për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe si i tillë është një vend i sigurt për të investuar, është një vend me një ekonomi të qëndrueshme dhe në një farë mënyrë jep një lloj kartvizite, një lloj njoftimi në gjithë botën se ekonomia shqiptare është e hapur dhe mikpret çdo që kërkon të investojë këtu. Ndoqëm pjesën e parë, pra të intervistës me zëvendës ministrin e jashtëm, një zëvendës ministr që mbulon veçanërisht diplomacinë ekonomike, për të cilën duhet vlerësuar Ministri për Obrën dhe Punët e Jashtme, sepse ka një aktivitet jashtëzakonshëm që lidhet pikërisht me këtë element që përbëra. Po i drejtoj Marineles. Marinela, shoqata që drejton është një nga shoqatat me 20 fuqishëm, thënë të drejtën edhe në terrenin shqiptar, sigurisht që janë atë ndërkombëtar po e po. Unë desha të di në fillim pse është i rëndësishëm një forum i tillë, që sigurisht që nuk ishte një forum për Shqipërinë, ishte një forum i zhvilluar në Europë për të parë në Shqipëri. Pse është i rëndësishëm për kategorinë e sipërmarrësve, qofshin ata që janë anëtarë shoqatës suaj, por në përgjithësi dhe të ftuarve që ishin mjaft të ndjekur, mjaft të rëndësishëm në këtë forum. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Bardhi, unë mendoj që forumi ngjalli pak edhe zilin, do thoya, të kryeministrit Macron, sa në fjalën e tij po tregonte drejtuesve të forumit që do doja që ky të bëjë në Francë. Do të thënë për herë të parë në Europë të bëjë në Francë, por në fakt u zgjodh Shqipëria për shumë arsye që ne të gjithë besoj i dimë dhe do t'i diskutojmë. Por le ta shikojmë në anën pozitive që ky forum e futi Shqipërinë edhe një herë në syrin e të gjithë investitorëve, sipërmarrësve, politikbërësve, strategëve të ekonomisë globale, sepse në fakt forumi pati si fokus për të riparë, për të riformuluar dhe njëherë kontinentin europian, drejt një rrugë të re, si ka quajtur edhe Macronit e fjala vet, duke u përshtatur të gjitha ndryshimeve gjeopolitike, gjeoekonomike që kanë ndodhur. Biles në fjalën mbyllëse, Europa u citua si Europa e vjetër dhe zërat e rinj, duke theksuar edhe njëherë se cilat ishin ato shtylla kryesore që ekonomia e Europës duhet të vijojë. Por le ta shikojmë edhe Shqipërinë si një ishull i vogël i Europës. Në fund ne jemi pjesë e Europës gjeografikisht dhe ndërkohë aspirojmë që shumë shpejt të jemi pjesë e ekonomisë europiane. Dhe mendoj që të gjitha ato mesazhe që u dhanë aty të jenë një, do thoja, një frymë e mirë edhe për politikat që ne bëjmë këtu, politikat ekonomike, edhe për strategjitë, se në fund të gjithë sektorët që ata përmendën janë pjesë edhe ekonomisë tonë dhe jemi aty ne ku duhet që të ndjekim që shtyllat tona të jenë në rrugën e duhur të ekonomisë gjithmonë. Ndërkohë të sjellësh më tepër se pjesëmarrja ka patur diku te 400-500 veta, po si tha 90% ishin të huaj. Kjo ishte, mendoj që ishte fati më i madh i Shqipërisë për këtë vit. E nisëm në një rrugë të duhur. Aty në fakt unë takova edhe investitor, gjithmonë në real estate, në turizëm, të cilët kam qenë në kontakte në 10 vitet e fundit, nga lindja e mesme. Dhe kjo tregonte që këto investitor, vërtet fokusi ishte Europa, por patjetër që edhe Shqipëria, indirekt, direkt, në long term, apo në afat shkurtër, apo afat gjatë, mendoj që përfiton.
vërtet ishte një forum i cili krijoi atë platformën ku të takojë lindja me Perëndimin, dhe Shqipëria është promotor, kjo është gjë më e rëndësishme domethënë, që të përmendet emri qoftë si një promotor i marrëdhënieve, le të themi, ndërkombëtare, por gjithashtu edhe për të promovuar ato burime që ne kemi, sepse jo pak, por Shqipëria ka shumë për të ofruar për investitorët. Do të flasim për këto, do të flasim me të ftuarit tanë. Do t'i trajtojmë Majlindit. Majlind, pothuajse shumicën e kohës unë e di që ju e kaloni jashtë në veprimtari të ndryshme, aktivitetet ndryshme, po sigurisht përveç detyrës tuaj ju edhe mësoni më shumë për Shqipërinë, për investitorë që duan të vinë në Shqipëri apo për investimet që janë të vlefshme në Shqipëri. Ky forum ekonomik ndërkombëtar në fakt bëri bashkë për parë shumë investitorë, shumë lider biznesi, shumë përfaqësues të lartë shtetëror nga e gjithë bota, edhe siç që tash ndodh për parë në Europë dhe bëhet në Shqipëri. Në fokusin tuaj, çfarë vlere të mirë sillte ky forum ndërkombëtar biznesi? Unë besoj që Shqipëria në farë mënyre arritjet në hartën e interesit geo-ekonomik, geo-politik, le të themi strategjik të zhvillimeve, duke pas parasysh ka një kontekst ndërkombëtar të situatës globale, ku kemi një precedens të re të Trumpit, i cili praktikisht ka në farë mënyre ka trazuar urat e qoftë të tregtisë globale, investime globale e tjerë, kështu që të gjithë superfuqit kryesore, përfshi Europën, shtetet kryesore kuptohet Gjermani, Francë e tjerë, Amerikën, Kinën, linja mesme, padyshim po ridefinojnë, ripërcaktojnë lojën e tyre të shahut, nëse më ta quajmë kështu, dhe qartazi në këtë rast ne kishim momentum të mirë, sepse nga një anë kishim summitin e liderëve europian, dhe unë besoj kjo që një nga arsyet kryesore pse është zgjedhur Shqipëria për të pasur për herë të parë edhe për think tankun FII, që në faktikisht në farë mënyrë për mua është një lloj Davos i vogël, në kuptimin e prezencës, dhe në fakt nuk është thjesht numri investitorë që ishin, por besoj cilësia e tyre, duke përfshi sektor nga energjetika, telekomunikacioni, real estate, pra po themi edhe turizmi, energji rinovueshme, inteligjencë artificiale, pra temat gjithsesi, unë besoj fokusi në këtë rast, ose më saktë themi beneficet që ka Shqipëria është që qartazi nëse ka një port hyrëse të interesit investimeve, sidomos lindjes mesme, kryesisht këtë rast bëhet fjalë që vetë think tanku është në patronazhin e PIF-it, që është fondi saudit, fondi sovran saudit, një nga fondet mos them mund të jetë i dyti në botë për sa i përket pasurive që zotron, gati $870 miliardë kanë në asetet që ajo zotron, jo vetëm në linjën e mesme, po mos harrojmë pjesë të fondit saudit ka aksionet e Heathrow, aeroport më të madh jo vetëm në Angli, ka aksione në shumë sektor tjerë, pra thelbi është i tillë që ne kemi fatin e mirë dhe duhet ta shfrytëzojmë fakt këtë momentum pozitiv ku linja mesme dhe sektor të rëndësishëm edhe nga Europa në farë mënyrë shikojnë që ka një sinergji dhe unë besoj që në këtë kuptim ishte një vend takimi i duhur sa i goditur nga pikpamja politike për shkak të dinamikës që kishte zhvillimet e summitit, por nga pikpamja tjetër unë besoj që ajo çfarë është më e rëndësishme është ajo që ne themi shpesh follow-up-i, pra ndjekja e këtyre të themi kontakteve të para, sepse nëse kthehemi pak retrospektiv, ne kemi bërë diskutime her pas here. Shqipëria, sidomos me rastin pandemisë, unë besoj ka qenë një moment i artë për të ripërcaktuar dhe njëri interesin ose më saktë rolin gjeostrategjik që ka në rajon. Mos harroni, mbani mend atëherë rastin e maskave, ku praktikisht për shkak të mbylljes gjithçka që ndodhte në botë, ne furnizohemi pjesë të Italisë fakt me maska. Pra, thelbi është që ka një lloj dimensionimit të asaj quhet globalizim. Dhe unë besoj që është rëndësishme që siç ishte rasti i pandemisë, që fatikisht nuk e shfrytzuam sa duhet për të pasur një lloj interesimit të rizhvendosjes së investimeve nga Kina në Europën juglindore, në këtë rast në Mesdhe dhe në Shqipëri. Tani është një moment i dytë i artë, ku do duhet të jemi pak më të shkathët, thënë ndryshe, për të kuptuar se dinamika e këtyre zhvillimeve të parafrimit të interesave gjeostrategjike të lindjes mesme, kryesisht me të mbushur me parale, themi kështu, të hapur, dhe interesi që ka Europa për të rigjetur veten në kuptimin e asaj që gjithsesi Europa mbet një fuqi e rëndësishme gjeostrategjike, por ka të burokracitë e brendshme për të pasur një shkatësi në tërheqje investimeve. Unë besoj Shqipëria mund të bëjë pikërisht të urën lidhse mes dyre superfuqive. Sepse unë vetë nuk isha në forum, po mora informacion për forumin, përpara se të jap fjalën Rinaldos. Shiko, vendet e lindjes mesme, Emiratet, apo vendet tjera që ishin antarë në forum, patën shumë vërejtje përse përket klimës së biznesit që ofron Europa. Ata e kritikuan këtë me sa di. Cila ka qenë arsye?
Unë besoj që një pjesë e tyre kanë eksperienca personale investitorëve, praktikisht mos harrojmë, nga pikpamja e penetrimit në tregun europian, të investimeve saudite, të Katarit, linjës mesme, filavjen të Emiratet Bashkuara Arabe, për shkak një pjesë edhe para gjykimi, le të themi hapur, të Europës që kanë ndaj kësaj pjesë të botës, burokracitë janë të sa natyre që një investim që vjen për një projekt hotelerie në Kroaci, do duhet të ketë 3-4 vjet për të marrë lejen e zhvillimit. Kjo do thotë që duhet të jetë krejtësisht e kundërta në mënyrë krejtësisht le të themi pa rregulluar për të marrë, pra në rastin konkret për ta bërë më praktike diskutimin është që ato mendojnë që Shqipëria gjithsesi është me një këmbë, le të themi, brenda Bashkimit Evropian, edhe për shkak dinamikës së tashme një herë politike, po nga ana tjetër sërish krijon kushtet e një fleksibiliteti që nuk e kanë vendet të paktën të Europës lindore, përfshi dhe vendet siç janë Kroacia, Austria, Gjermania, Franca etj., ku padyshim edhe për shkak të maturitetit që ka tregu, edhe për shkak të konglomerateve europiane, të cilat duan një lloj dominimi ta mbajnë, mos harrojmë që është farë mënyrë konkurrencë globale kjo gjë, padyshim një mënyrë e shkathë dhe le të themi pragmatiste e këtyre investitorëve të rëndësishëm të linjës mesme për të penetruar në tregun europian është që le të testojmë tregun, po themi ballkanik këtë rast, dhe Shqipëria padyshim është tash një portë hyrëse shumë e levërditshme për to, por nga ana tjetër tash ne do të jemi ne më shumë pragmatistë vetë ato për të kuptuar që çfarë bën sens, që të hapim dyert jo kuptimin e të bëhet portë han pa porta, por nga pikpamja e interesit ton personal si shtet dhe parë dhe në këndvështrimin pak më afatgjatë. Edhe integrimit evropian, po edhe të pragmatizmit ekonomik për të pasur zhvillim ekonomik. Në fakt ti drejtohem pak edhe Reinaldo Piperiet, që është drejtori në Areas. Jeni në top list pasurit e palujshme apo real estate-et. Sepse ju e shikoni që edhe investimet, po edhe debatet shkojnë pikërisht te ky element. Pse ishte rëndësishëm forumi, Reinaldo, forumi që u zhvillua në Tiranë? Për mua ishte rëndësishëm duke filluar e para, duke filluar me gjithë zinxhirin e ngjarjeve që ndodhen javën e kaluar. Pra ishte një forum ekonomik i cili vinte pas një forumi samiti politik dhe praktikisht të shkojnë të dyja. E dyta, duhet kuptojmë identitetin e organizatorëve. Vetëm në një periudhë të shkurtër, organizatorët kishin investuar diku tek 3.5 herë GDP-n e Shqipërisë, 85 miliard dollar nëse s'jam gabim në Europë në një periudhë të shkurtër, që po flasim për IDK i cili ka një lloj kapaciteti ta transformojë gjithë tregun shqiptar. Tjetra e treta ishte patjetër që në atë forum Shqipëria u cilësua me zë dhe me figurë nga një nga drejtuesët e Europës, po themi nga presidenti i Francës, si një vend stabil, i qëndrueshëm dhe i besueshëm. Dhe praktikisht mesazhi janë që janë dy karakteristika të cilët në këtë botën e sotme të rrëmueshme ku jemi, do të i vlerësojmë. Pra nuk ka vende, dhe po të hedhim syt rreth rrotull Shqipërisë, nuk ka vende me karakteristika kaq shumë theksuare si Shqipëria. Shkon Malzi, Maqedoni, gjithë kanë konfliktet e këtyre etnike dhe politike. Në të njëjtën kohë, një fenomen, një gjë tjetër ishte që Shqipëria u cilësua si një vend i besueshëm nga mund të lëshoheshin disa mesazhe të qarta për transformimin ku duhet të shkojë Europa. Pra nuk u bë kjo nga zemra e Europës, nuk u bë nga Italia, por u bë nga një vend si Shqipëria që është next door to EU. Pra në një farë mënyrë i themi Europës që ky është vendi nga të cilën e mund të flasim lirshëm dhe besueshëm me Europën. Më pas ku flasim për përbërjen e gjithë pjesëmarrësve, patjetër, nga të gjitha, po themi, profilet, ishin sipërmarrjet të cilët vinin me projekte që minimalisht investojnë $500 milion sipër në Shqipëri. Paktën nga diskutimet ishin që, ne jemi gati të paktën ta fillojmë me $500 milion në Shqipëri. Një pjesë e tyre ishin pjesëmarrës për herë të parë, dhe nga gjitha mesazhet që kam shkëmbyer qoftë edhe privatisht ishin surprizuar nga gjithë dinamika, nga mënyra, nga gjithë energjia dhe dinamika që ka Shqipëria dhe sa shpejt kishte ecur. Dhe duhet kuptojmë që mesazhet që u dhanë në të gjitha panelet, duke përfshirë edhe zotin Kushner, ishin shumë cilësore, që ky është vendi me cilin ti mund të investosh në mënyrë të sigurt dhe mund të kesh hyrje jo vetëm në një Shqipëri me 2.4 milion banor, po flasim për gjithë Ballkanin perëndimor, po flasim për gjithë Europën. Element që ishte me shumë rëndësi ishte një konfirmim në të njëjtën kohë i Shqipërisë për rolin që ka Shqipëria në korridorin e tretë. Pra kemi tashmë 3 korridore që ndërthuren në Shqipëri. Pra kemi konfirmuar korridori 8, kemi konfirmuar Adriatiku Jonian, por është dhe Ajmeku, që praktikisht u cilësua me zë dhe me figurë që Shqipëria ka një rol në korridorin e ri gjeoekonomik nga India, bota arabe, edhe pasaj pjesa, po themi mlindja e mesme
pjesa e Europës. Kështu që prandaj për mua kishte shumë rëndësi sepse mesazhet ishin shumë të qarta. Ja, të ndjekim një pjesë të mesazheve, si që thash ne jemi në transmetim të drejt për drejt, ju mund telefononi edhe në numrin 068212888, por unë tani ftoj regjin që t'jap kronikën e parë që lidhet me deklarimet që për konferencë, redaktoria Erblina Mile i ka bërë gati, ndjekim pjesën e parë, kronikën e parë dhe kthehemi në studio për ta diskutuar së bashku. Tirana mirëpriti këtë të shtunë forumin ndërkombëtar për iniciativën e investimeve, i cili bëri bashk përfaqësues të lartë nga Europa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lindja e mesme. Forumi zhvillohet një ditë pas samitit të Komunitetit Politik Evropian, ndaj kryeministri Edi Rama nuk e fsheu krenarin për rolin që Shqipëria ka marrë në arenën ndërkombëtare. Ne jemi sot këtu që të përpiqemi e të përcjellim mesazhin që ky vend do më shumë dhe që ky vend ka nevojë për më shumë njerëz që të na besojnë dhe e mira e Shqipërisë është që siç e shihni, ne jemi miq të mirë me shumë njerëz. I pranishëm ishte dhe presidenti francez Emmanuel Macron, i cili i bëri thirrje francezëve dhe jo vetëm që të investojnë në Shqipëri, po ashtu ai tha se nuk do të jetë e largët dita kur Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Këtu në Shqipëri qartësisht kemi në fakt pikën hyrëse në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë, por është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjellë rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Forumi ndërkombëtar për iniciativën e investimeve është platforma globale e cila bën bashk lider politik, drejtues të korporatave, si përmarrës të mëdhenj për të diskutuar mbi inovacionin, investimet dhe të ardhmen e ekonomisë botërore. Pra ndoqëm kronikën që ishte realizuar nga ABC News pikërisht për këtë forum. Marinela, rrallë ndodh që të tonë je pika hyrëse në Ballkan dhe Europë, e thot presidenti Macron, nuk e thot kushdo. Çdo thot pikërisht kjo gjë që cilësohet në një forum të njerëzish të mëdhenj, do i quaja investitorësh të mëdhenj, që të cilësosh pikërisht këtë Shqipëri të vogël si pika hyrëse për investimet e tyre, qoftë në Ballkan, qoftë në Europë. Ne në fakt gjithë punës time dhe eksperiencës time, gjithmonë e kemi përmendur këtë element ose këtë avantazh të Shqipërisë si e i vendi që bashkon perëndimin me lindjen. Në fakt pika hyrëse. Për vetë pozicionin gjeografik që Shqipëria ka, por edhe për gjithë pjesën tjetër që si e përmendi dhe Rinaldo, ne nuk kemi probleme etnike, probleme si mund të kenë vendet e rajonit. Kemi qenë një vend mjaft, le të themi, i hapur ndaj të gjithë investitorëve, të cilët mund vinë të zhvillojnë investimin e tyre, të blejnë prona këtu, dhe nuk ka padur asnjëherë probleme të cilat do të largonin një investitor. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet dhe mendoj politika që ka ndjekur vendi jon apo drejtuesit e vendit ton gjithmonë ka qenë të hapur si ndaj vendeve të lindjes së mesme, ashtu dhe ndaj Europës në të cilën ne aspirojmë. Po të shikosh, ne kemi edhe mënyrës si është zhvilluar tani pjesa e komunikimit në vijajrore me vendet e lindjes së mesme tregon që ka një zhvillim, ka një lidhje, një nisje të marrëdhënieve, jo vetëm kulturore, politike, por edhe ekonomike. Me një pjesë të mirë të këtyre vendeve nga të cilat vinin investitorët, ne vazhdojmë të kemi komunikim të drejt për drejt, ndërkohë përfaqësitë tona diplomatike janë vendosur në vitet e fundit, janë shtuar dhe me sa kemi parë janë bërë disa forume të këtyre vendeve që kanë dërguar përfaqësuesit këtu në Shqipëri, normal të një natyre më të vogël, por edhe të Shqipërisë, të cilët me delegacione kanë vajtur her pas here në forumet që janë bërë në Riyadh, në Dubai, në Abu Dhabi e kudo në këto vende. Mendoj që në klimën në të cilën vendi jon ka përcjell në këto vite, në sigurinë që ka dhënë për investimet e huaja, në kuadrin në të cilën i ka mirëpritur dhe i ka ftuar të gjithë investitorët pa bërë, do thoja, dallime, mendoj që kjo është ajo që i ofron dhe ne e bën vendin ton pritës për të gjithë, si për lindjen edhe për perëndimin. Ja, tani ne do të ikëm dhe i mendim zyrtar, dhe është mendimi i zëvendësministrit për Europën dhe punët e jashtme, të zotit Izeiraj, që unë e mora në zyrën e tij në intervistë, të ndikim pjesën e dytë të zëvendësministrit dhe kthehemi në studio për ta komentuar dhe atë.
Pa diskutim, procesi integrimit është, le themi, themeli çdo gjë që Shqipëria do bëjë gjatë 4 viteve të ardhshme. Jo më kot ishte, le themi, edhe deviza kryesore me cilën ne dolëm në fushat për zgjedhjet e 11 majit. Është një proces që na kushtëzon praktikisht çdo vendim që do merret në 4 vitet e ardhshme. Është një proces i cili ne gjykojmë që do na sjellë përfitime. Pikë së pari sepse po na detyron të bëjmë një sër reformash gati edhe të dhimbshme që për vite janë lënë mënjan ose nuk kanë dashur vendimarrës të ndryshëm t'i prekin sepse kuptohet që shkaktojnë debat, shkaktojnë një sër her pas here edhe konfliktesh mes shoqërisë, por janë tashmë reforma që duhen kryer dhe duhen kryer patjetër për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por nëpërmjet këtyre reformave rritet siguria, rritet le të themi aftësia për të tërhequr investime. Është një vend që shumë biznese po e shohin si mundësi për të bërë pjesë e BE-s pa qenë ende në BE, pra mund të përfitosh nga një treg që është në rritje. Por ka dhe një element të rëndësishëm për sa i përket sigurisë evropiane. Dhe kjo është ajo që në fakt doja të përmendja dhe kjo është ajo që edhe zoti Macron në një farë mënyrë e përmendi. Po jetojmë në një kohë ku shumë nga balancat gjeostrategjike të botës po ndryshojnë. Kjo është i qartë. Bota që kemi njohur për 30-35 vitet e fundit në mënyrë se tjetër do ndryshojë. Ka një sër riskjesh, një sër tensionesh që po ndodhin. Është e qartë që ka një interes strategjik nga Bashkimi Evropian, në anglisht quhet nearshoring, pra është përpjekja e shteteve evropiane për të sjellë zinxhiret e prodhimit ose në vendet evropiane ose akoma aty ku nuk është e mundur në vende pranë dhe në vende miqësore. Pra nëse mendojmë pak se çfarë ndodhi gjatë pandemisë, ku njësër produktesh jetike, njësër produktesh të rëndësishme për konsumin e përditshëm mungonin në dyqane, sepse ishte e pamundur të prodhohej, nuk mund të transportoheshin nga destinacione që ishin shumë larg. Kjo i ka bërë më koshente evropiane që kanë nevojë për të ruajtur zinxhirat e prodhimit, për të patur më shumë prodhim në vende pranë tyre, në vende miqësore. Dhe Shqipëria duhet përfitojë nga ky lloj trendi. Duket tashmë se një sër vendesh po përpiqen të përfitojnë. Të rithithin investime që kishin shkuar kryesisht në Azinë e Largët gjatë këtyre 30-35 viteve, Shqipëria duhet gjejë një hapësirë për të përfituar dhe për të rrequr investime edhe të një karakteri tjetër, jo më thjesht investime në turizëm apo në pasurinë e paluajtshme që kanë qenë patjetër sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare gjatë 4-5 viteve të fundit, por edhe investime që kanë bënë kryesisht në industri, në agropërpunim, në energji të rinovueshme, të cilat janë edhe siç e përmend edhe vetë zoti Macron, le të themi ato themrat e akilit ku Bashkimi Evropian do synojë të kontrollojë ose të limitojë një sër problematikash që ka vënë re gjatë viteve të fundit. Majlin, të dëgjuam zëvendës ministre, e jashtëm, sigurisht shkonte sinkron. Nuk kishin folë telefon, por Po sigurisht që shkonte sinkron, intervista është marrë, ju nuk e dini fare që kisha marrë intervistë, nuk e di që sa kishte thënë, driti, po ai e kishte pamundur sot. Po gjithsesi nuk është pas zgjidhje definitive, por problemi është që është një moment shumë kritik tani sepse një pjesë e zhvillimit nuk është në ajër, është në tokë, që do thotë duhet garancia ligjore mbi pronësinë është e padiskutueshme e parakusht. Së dyti, ajo çfarë ka të bëjë me sofistikimin e investimeve ose më saktë sofistikimin e biznesit shqiptar, që e kemi thënë her pas here. Në fund do thotë praktikisht atë që themi në investimin kapital njerëzor. Ne sërish kemi probleme në shikimin e investimin kapital njerëzor si diçka që më shumë e shikojmë si shpenzim, jo si një aset. Thënë ndryshe, bizneset shqiptare, edhe për shkak të integrimit evropian, do duhet të bëjnë një proces transformues brenda për brenda. Pra ne po flasim për transformim shoqërisë, të ligjeve, direktiva e tjerë, por në fakt ajo çfarë është më rëndësishme nga gjithë procesi i Bashkimit Evropian është transformimi i kapacitetit njerëzor dhe tregut në tërësi. Dhe tregu çfarë është? Është kapital njerëzor, fizik, intelektual. Kështu që këtu kemi shumë punë për të bërë sepse përveç problemeve që kemi me migracionin, burimin njerëzore, pra motivimin e të rinjve etj. Pra, nga ana tjetër është kërkohet një lloj kapaciteti, aftësish, cilat janë gatshme për të përfitur këto investime, sepse ideja e nearshoring, ne kemi thënë disa herë që në sidomos tani situatën që është me tarifat, është një momentum shumë pozitiv
që Shqipëria nuk është dëbëlën e madhe globale të tregtisë, por në farë mënyre ne mund përfitojmë nga kjo situatë ku dhe BE-ja me Amerikën ka një tension të dukshëm, ku praktikisht tensioni nuk është vetëm mes Kinës dhe Amerikës edhe për arsye teknologjike. Madje kemi zhvillime të reja sot midis BE-s dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që në këtë kuptim, ne jemi të vegjël mes dy elefantëve për të mbijetuar, problemi është mos jemi në bari për tot, unë na shtypin, kështu që të thënë ndryshe është që hajtë bëmi gati dhe kapacitetet njerëzore përveç asaj që themi institucionale. Dhe së treti është, nga mi pa me biznesit, gjithë pyesin, cili është kthimi i investimit. Kjo është diçka që quhet kështu diçka rutinë ose në biznes, por në fakt është thelbi gjithë shkaje. Ne kemi projekte shumë të rëndësishme që po ndodhin dhe jam shumë pozitiv që një pjesë e këtyre projekteve janë investitorë shqiptarë. Problemi që unë shoh paktën në këtë vështrimin është që investitorë shqiptarë gjithsesi ka një, po themi, një diapazon perspektiv investimi pak afat shkurtër. Ndryshe nga institucionet apo investitorët e huaj, cilët e shikojnë pak më afat gjatë diçka. Që do thotë, nëse unë vi me një investim, siç tha kolegu, mbi 5 milion euro për një investim në fushën e turizmit, qartazi pyetja e parë është që a jemi të gatshëm, a ka kompani shqiptare cilat mund të kenë këtë lloj partneriteti që të bashkëpunojnë edhe me investitorë këtij kalibri për të pasur mundësinë të kuptohen mirë ngjësi valet çfarë kërkon ai dhe çfarë mund të bëjmë ne. Unë kam frikë se këtu kemi pak problem, sepse ne gjithmonë për shkak të pasigurive që ka pasur Shqipëria dhe raport me veten e vet dhe raport me të tjerët, tentojmë të kemi biznese të cilat shikojnë 3 vitearshme, 5 vitearshme dhe në këtë mënyrë nëse duam të bëjmë ndryshime radikale, transformuese, do duhet bëjmë gati. Por unë besoj që momenti është pozitiv. Fjala vjen, Masdari, siç e dini, do bëjë investime për sa i përket energjisë. Unë vetë kam qenë pjesë i procesit shumë të rëndësishëm të TAP-it në atë kohë. Pra, Shqipëria do duhet rikapitalizohej pozicionin gjeografik dhe unë besoj që ajo çfarë është rëndësishme është që ne nuk duhet të thjesht të kënaqemi me faktin që është akoma egzotike Shqipëria. Ajo mund të jetë e tillë edhe në fushën turizmit, po në fusha të tjera. Problemi është që a vazhdojnë të jemi insistues që kthehemi nga egzotik pragmatisht për të mbajtur të investitorë, të cilët kërkojnë siguri ligjore, siguri pronësore, kërkojnë kapacitete njerëzore të cilat të shërbejnë, nuk do sillin as kinez, as arab për të bërë menaxherë, do duhet të jemi shqiptar. Pra, shiko, është proces dhe unë besoj që neve na është ndezur ajo llampa e kuqe për të thënë që është një oportunitet. Problemi është që si çdo oportunitet, si çdo trend që vjen e ikën, mund na ikën nëse simi gati të bëjmë të investim që sot. Malir ta trajtoj këtë pjesë, është interesante. Malin ta trajtoj në pjesën e dytë, po jap kohën e nevojshme regjisë për reklama dhe kthehemi me një herë në transmetim të drejtë për drejtë. Rikthehemi pra në transmetim të drejtë për drejtë, jemi live në ABC News dhe ABC Radio 105 FM. Jeni duke ndjekur emisionin $6 me temën ndërkombëtarët investoni në Shqipëri. Malindi mapi Orexin për të futur një sektor që është mjaft të rëndësishëm, siç është sektori investimeve. Zëvendësministri ministri përmendi pak më përpara turizmin dhe real estate-in apo pasuritë e palujshme në të cilat vlerësohet pra një pjesë e mirë e investimeve. Po ka dhe investimet të cilat bëjnë epok. Unë do ta quaj pikërisht kështu, siç është investimi fjala vjen i Jared Kushnerit, dhëndrit presidentit të aktual të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili ka folur në forumin e Tiranës, i lidhur direkt nga vendi ku ndodhej. Bëhet fjalë për 1.4 miliard euro dhe nuk janë pak, ose dollar, mbase. Po gjithsesi, debati në Shqipëri ka filluar përpara se sa Kushner të fliste për të. Ne kemi debatuar, unë të paktën ka debatuar shumë herë lidhur edhe me projektin që tashmë është tek AIDA, është paraqitur aty, është i kërkesë për qeverisë shqiptare, madje edhe autorët e projektit apo qoftë edhe ata që janë autorizuar nga Kushneri për të zgjidhur problemin e këtij projekti të rëndësishëm të Sazanit, janë duke plotësuar kushtet që ka dhënë qeveria shqiptare dhe janë kushte të një investitori strategjik të asistuar, sepse kështu quhet pikërisht ky investim. Po përpara se sa ne të bëjmë debat në studio, do t'i lutem regjisë që një kronikë të përgatitur nga redaktoreja jon, që lidhet me deklarimin që ka bërë Kushner në forum, ta ndiqim tani për të rikthyer më pas në studio. Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, ka ndar detaje për rezortin që do të ndërtojë në ishullin e Sazanit. Nëpërmjet një videomesazhi në forumin e investimeve që po mbahet në Tiranë, Kushner tha se janë angazhuar inxhinierët më të mirë në Europë për të ruajtur mjedisin. Çfarë bën këtë zonë kaq të veçantë është mjedisi i saj natyror. Ne puncuam kompaninë më të mirë inxhinierike në Europë që drejtojnë programe të mëdha të ruajtjes. Nëse ne nuk e respektojmë mjedisin, hapësira që do të krijojmë atje nuk do të jetë aq speciale.
Prandaj do të sigurohemi që vërtet të ruajmë natyrën. Një artikull thoshte se ne do të merrnim deltën e lumit që është 8 milje larg dhe nuk ka të bëjë fare me projektin ton. Kemi investuar shumë kohë, përpjekje dhe kapital për ta çuar përpara këtë projekt dhe mendoj se do të arrijmë të bëjmë diçka spektakolare. Kushner tregon edhe njohjen me kryeministrin Edi Rama. Sipas të dhëndrit të Trump në drejtimin e Ramës, Shqipëria është bërë një vend më i sigurt për të investuar. Edi është një politikan shumë i aftë, lider i zgjuar. Na tregoi se çfarë mund të bëjë një artist me një vend. Ata do të ndërtojnë një aeroport në Vlorë dhe kjo është një mundësi shumë e madhe për të shfrytzuar në rajon. Shumë veprime të qeverisë po ndryshojnë klimën e jetesës, ato përkthehen në rroga më të larta në më shumë mirëqenie. Ndërtimi i rezortit të Kushner në ishullin e Sazanit ka shifrën e 1.4 miliard eurosh dhe do të shtrihet në një tokë prej 45 hektarësh ose 8% të ishullit. Ai do të jetë i ndarë në 3 faza zhvillimi ku parashikohet të punësojë mbi 1000 persona. Projekti do të mbajë statusin e investitorit strategjik për një periudhë 10 vjeçare. Pra duket që kemi të bëjmë me një projekt elitar, po e bëj një pyetje përbashkët të 3 të ftuarëve të mi, cilat do të jenë përfitimet e Shqipërisë në këtë rast, sepse me siguri që kemi përfitime. Marinela. Bardhi së pari, kur dëgjoj për investime të tilla apo për interes të tillë, le të themi, më gëzon zemra sepse jam rritur me Sazanin përballë. Duke qenë flonjate, deri sot kemi parë Sazanin vetëm një ishull me gjelbërim dhe asnjë gjë tjetër. Dhe duke punuar me komunitetin e huaj të biznesit, me investitorë të huaj, unë 100% do isha gjithmonë për investitorë të huaj. Pjesën më të madhe të zhvillonin vendin tonë, duke qenë që standardet kapitali, qoftë financiar, qoftë njerëzor, gjitha janë të niveleve të tjera. Por në të njëjtën kohë, pastaj kur flasim për investitorë të përmasave të tilla, nuk besoj se do kishte ndonjë vend i cili nuk do të ishte i entuziasmuar nga kjo gjë. Në të njëjtën kohë më vjen mirë që janë kompania e dytë nëse arrin të marrin statusin e investitorit të asistuar, se në fakt kompani të huaja, se shqiptare ka, por të huaja nuk ka. Pas se marrë grup që ka marrë statusin e investitorit strategjik, janë ky grup. Dhe ndërtimi i aeroportit që është në fund të vetë, me thënë mendoj që është një nga elementet kryesor. E ke fjalën për aeroportin e Vlorës? Po, gjithmonë, aeroportin e Vlorës, përveç pozicionit që ka, dhe mendoj që vendi jon, nëse, si tha Majlindi, edhe Rinaldi që u vu në sytë e Europës për këtë konferencë, imagjino nëse do bëj fjalë për një investim të tillë, duke ditur që si zoti Kushner, ashtu edhe vjerri vet, janë të njohur në ndërtimet në real estate në Amerikë apo në vende të tjera, dhe kjo do ishte prapë për të patur zili, do thoja nga udhëheqësit apo nga të gjithë fqinjet në Europë, ta bënin në Shqipërinë një vend të tillë, me një investim të tillë. Mos harrojmë që patjetër që dhe kompanitë të tjera të cilat nuk është vetëm një kompani që do angazhojnë në ndërtimin e një rezort të tillë, janë shumë kompani, që nga konsulentët apo dhe në kontraktorët e tjerë, dhe patjetër mendoj që edhe kompanitë shqiptare, kapitali njerëzor shqiptar do të përfitonte, sepse do të vinte një kulturë tjetër pune, do vinte një mënyrë tjetër e ndërtuarit të rezorteve që ne kemi parë në përbot, më thënë në vëndet në Turqi, mos të ikim largë, si në Bodrum, kur flasim për rezort elitare, apo kudo në Europë, apo në Amerikë, më gjerë. Dhe mendoj që përfitime do ishin të gjitha formave, do ishin ato përfitime që do hapin rrugën dhe për shumë investitorë tjerë jo më të mëdhenj, se nuk do kemi më nevojë për më të mëdhenj, se aq, por për investitor të vegjël, butik, si e përdorin bizneset fjalën, me standarde dhe me norma të pranuara. Aldo, Kushner tha që mjaft që të vi unë dhe familjarë ime, po edhe ca miqtë të tjerë më kanë thënë që duam dhe ne një ambient aty. Çfarë thot kjo për pasuritë e paluajshme, për real estate-in në fakt? Po, mendoj që përfitimet për shkak të Kushnit në Shqipëri, mendoj që kanë filluar të jenë. E para nëse do të ishim pjesë e forumit, do të ndjekim gjithë intervistën. Në fillim, po themi, moderatori, drejtuesi i forumit, që faktikisht edhe drejtori i komitetit ekzekutiv, i përmend Kushneri që faljush unë kam mësuar për Shqipërinë. Pra, faktikisht e kemi pjesë kryesore të fondit sovran të investimit të Arabisë Saudite, e kemi për shkak të një reklame shumë të mirë që ka bërë Kushneri në atë ambient.
Kështu që ka një përfitim drejt për drejt. Kemi një forum ekonomik që ndikohet nga aktorë të tillë, pra dëgjon që është një vend stabil, mund të investosh dhe kanë interes të vinë. Në të njëjtën kohë, vetëm për shkak të prezencës, po themi me investimin aty, ka kompani të botës arabe, të lindjes mesme, që janë duke hyrë në Shqipëri dhe duke negociuar për hapësira investimi në zonën aty. Po themi zona e Sazanit, Pishporo, Darzez, pra Fier Vlorë, që është folur gjerësisht kohët e fundit, ka kompani të huaja të cilët kanë interesin aty, sepse thonë di çfarë ne duam ta kemi investimin tonë të ardhshëm. Në një moment kur kemi një investim amerikan, patjetër që është një sinjal dhe një angazhim për një stabilitet politik dhe ekonomik në vend. Sikur asgjë tjetër mos ndodhi, vetëm ky investim është mjaftueshëm për garancinë që këtu do të ketë stabilitet ekonomik dhe politik, për shkak se ka një lloj, pra ekonomia dhe politika funksionon kështu. Domethënë ka një nuhati që aty ku janë investimet e Amerikës janë zona të sigurta. Më pas patjetër që nuk po flas për vendet e punës, nuk po flas për çdo gjë tjetër. Domethënë në një moment që kemi këtë lloj investimesh, automatikisht Shqipëria ka ngritur veten në një tjetër pjacë, pra nuk është më Shqipëria e pallateve të golemit, po është një Shqipëri tjetër tashmë. Pra këtu po flasim për turizëm militar që angazhon kapitale dhe sjell kapitale të freskëta në Shqipëri. Pra nuk do të flasim më, mendoj, vetëm për turistin Ukrainas dhe Bielorus, që maksimumi që mund të investojnë në Shqipëri në 150.000 euro, po flasim për tjetër nivel. Dhe gjitha këto vinë më pas me mundësi për zhvillim infrastrukture dhe hapje për tregje të reja. Melind, më përmendë pak më parë një nga kompanitë e njohura europiane të energjisë, e cila tashmë ka një bashkëbisedim me qeverinë dhe do të investojë në Shqipëri. Në informacionin që ka marrë, është pikërisht kjo kompani që do afrojë edhe ligjin e furnizimit me energji elektrike të Sazanit, po qoftë edhe me internet, qoftë edhe me ujë, të kompanitë e tjera që kanë shprehur dëshirën për të qenë pjesë, pra që Sazanit kompletohet si projekt. Në vetvete, çfarë vlere ka pikërisht kjo gjurmë, ky pol që krijohet për turizmin? Ju jeni ekspert turizmi dhe realisht keni më shumë informacion se unë. Po, edhe për të projekt kam, për shkak të kompanisë që unë përfaqësoj është në zyrën edhe në Amerikë, përgjithsisht merremi edhe me projekte të mëdha large scale. Ajo çfarë do them është që unë besoj ky është një projekt tipik, projekt magnet që themi ne. Kuptimin që një farë mënyre kjo e rrit vizibilitetin e Shqipërisë si destinacion turistik, patjetër që nuk është modeli vetëm i cili do të jepte këto eksternalitetet pozitive të punësimit e tjerë, sepse ne dimë shumë që Shqipëria ka mundësi të ketë disa segmente turistësh, përfshi turizmin malor, turizmin bujtinave e tjerë, të cilat janë shumë të rëndësishme pikërisht për shkak të kapilaritetit që kanë në territor. Megjithatë, duhet të kemi parasysh që nuk është më tashmë një sekret që zoti Kushner me kompaninë Fondin Investimeve që ka, padyshim ka dhe aksioner të rëndësishëm nga lindja mesme dhe një nga to është edhe Fondi Saudit. Kështu që unë besoj është një moment ndoshta i parë, jo i pari, po ndoshta i fundit për Shqipërinë për të rivitalizuar Sazanin, të paktën si një, po themi, si një rajon ekonomik. Ka pas disa alternativa, ju dinë shumë mirë që në kohën e Nanos, edhe Berisha ka tentuar në fakt, po Nano ka tentuar edhe me Berlusconin dhe di historinë që ku ka ardhur me disa investitorë, kanë bërë fizibilitetin financiar, për cilën nuk ka qenë shumë pozitiv. Tani thënë këtë thash për të thënë që ka di element për te elementit projektit nga pikpamja financiare, ka di element geostrategjik, ekonomik, për cilën unë besoj që duhet ta shfrytëzojmë. Pra, kështu që në këtë kuptim është një projekt i rëndësishëm, do duhet shikojmë dinamikën e diskutimeve, besoj do ketë negociata mes qeverisë edhe investitorit për kuptuar modelin e biznesit, se si do jetë, po besoj do ketë një entitet mirëfillt më vete ku padyshim besoj qeveria shqiptare do të interesuar të jetë aksionere, ka modele ndryshme diskutimesh, besoj se në muajt vazhdim do kemi më shumë detaj në lidhje me projektin, por elementi është vërtet që ka një lloj dinamika që ne po e shikojmë, një pjesë e mirë investitorëve të huaj ndërkombëtar në cilin ne po punojmë, na kanë kontaktuar dhe po bëjmë studime fizibiliteti, master planesh, ku padyshim ka pasur një lloj raporti vlorës si jep një tjetër boost, një tjetër le të themi dinamik turizmit pak të pjesës së jonit. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që do ketë në rritje investitorë të rëndësishëm, ndoshta të kalibrit që po flasim për afërt. Ideja dhe ajo çfarë unë besoj të rëndësishme është që gjithmonë do duhet të jemi dinjitoz edhe negociata në raport me interesat që ka Shqipëria. Sepse qartazi
kemi arë një moment që turizmi, si çdo sektor tjetër, ku kemi edhe një lloj gare, pse jo, le të garojmë me projekte të rëndësishme, ku investitorët cilët pavarësisht nga vinë, kuptohet, do duhet të kenë patjetër ato due diligence-ën e duhur, po them nga pikpamja interesave ekonomike tona, përfitimin që sjell për punësimin, për ekonominë e tjetër, duhet të jemi si tush kërkues. Kështu që unë besoj që tashmë ka momenti Shqipëria është vendosur në hartën e investimeve ndërkombëtare edhe në fushën e turizmit. E mira është që do duhet që të jemi, thashë një herë, gjatë gjithë këtyre diskutimeve, do duhet të jemi rigoroz dhe në një farë mënyrë të kemi interesin ekonomik pikëspar i Shqipërisë, sepse turizmi, duhet ta them këtë, në botën që po jetojmë, ku inteligjenca artificiale, robotizimi i çdo industrie, është ndoshta i vetmi sektor ku ne ekonomistët themi punësimi është jo i tregtueshëm. Pra ti sot kemi pasur dhe ne kemi në farë mënyrë një shqetësim që kemi pasur gjithmonë mungesën e këtij idesë modelit të zhvillimit ekonomik ku deri para ca vitesh kishim 100.000 vete punojnë në industri fason, sa më kanë ngelur 50.000-60.000 dhe është më së natyrshme që sektore ku nuk ka vlerë të shtuar, kemi një tkurje. Nga ana tjetër, janë sektorë që shumë lehtë ekonominë më pak zhvilluar afrikane mund ta marrin këtë krah pune. Atëherë çfarë mbetet? Turizmi vetvete është i vetmi sektor ku ti nuk mund të sjellësh robotin aq kollaj për të shërbyer kafen. Ndryshe nga sektor tjerë, call centrat patjetër mund të transferohen në Indi, po themi industria fason, tekstile mund transferohet në Bangladesh. Turizmi, mikpritja, ajo që ne kemi besoj edhe pak të brendshme si shqiptar, është një nga sektorët ku ekonomia në farë mënyrë private, familjare, mund të jetë qëndrueshme pavarësisht ndryshimeve teknologjike dhe inteligjencës artificiale. Kështu që në të kuptim u besoj kemi të mirën që të japim pak drejtimin dhe fokusin e duhur turizmit. E kanë këta vlonjatët tani që do kenë aeroportin dhe Sarandën, po përpara se ta mbyll do të më duhet që të dëgjoj për disa minuta dhe zëvendës ministrin e jashtëm, të cilin e kam pyetur pikërisht për këto element. E ndjekim Yzeirën dhe kthehemi në studio. Ajo që Shqipëria ka nevojë të zhvillojë është përmirësimin e ofertës turistike në mënyrë që të tërheqim turist, për ta thënë edhe gjithmonë më thjesht, turist gjithmonë më të pasur. Pra njerëz që vinë dhe shpenzojnë gjithmonë më shumë në vend, jo vetëm ata turistë që vinë për të eksploruar vendin me çantën në Korris, që patjetër mbeten një pjesë e rëndësishme e turizmit tonë, sidomos në zonat malore dhe duhet vazhdojnë ta vizitojnë vendin dhe të jetën mikpritur në vend, por kemi nevojë për të thithur gjithmonë më shumë edhe turistë që shpenzojnë më shumë. Ky duhet të jetë qëllimi. Dhe për këtë arsye unë mendoj që patjetër që do ketë edhe një sër investitorësh tjerë, gjithmonë më ndjenjë gjithmonë më të rëndësishëm në Shqipëri në fushën e turizmit. Por siç e përmenda, Shqipëria synon të jetë më shumë se kaq. Turizmi është në një farë mënyrë një lloj port hyrëse në një vend. Ajo që ne shpresojmë dhe duam zhvillojmë është le të themi aftësia e investitorëve për të investuar në fusha të tjera në momentin që kanë njohur Shqipërinë. Pra shpresojmë që turizmi të jetë mënyra se si individë të ndryshëm vinë dhe vizitojnë Shqipërinë fillimisht për t'u argëtuar dhe më pas kuptojnë që ky nuk është një vend ku mund vinë edhe thjesht shpenzojnë 2-3 javë gjatë pushimeve të verës, por është një vend ku mund të investojnë për një sër sektorë të rëndësishëm. Ne kemi shpresë kuptohet që investimet në Hekurudh, investimet në portin e ri, investimet në sektorin energjetik do bëjnë të mundur dhe do bëjnë gjithmonë më të vlefshëm investimet në natyrë industriale apo manufakturë në Shqipëri. Kjo ishte le të themi edhe një nga pikat kryesore dhe që presidenti Macron përmendi gjatë fjalimit, energjia është një nga thëmbrat e akilit të Bashkimit Evropian, për të qenë shumë sinqert. Ka bërë një politikë kuptohet ambicioze me dëshirën për të reduktuar karbonin, pra çështje që njihet tashmë, por që ka krijuar edhe disa probleme. Kështu që Bashkimi Evropian ka nevojë të krijojë një konfiguracion të ri energjetik dhe Shqipëria ka një rol të rëndësishëm që mund të luajë këtu. Ka një rol të rëndësishëm që mund të luajë në transportin e mallrave industriale, qoftë duke i prodhuar në Shqipëri elemente të ndryshme, qoftë duke u bërë një port hyrëse. Presidenti Macron përmendi për shembull nevojën për të krijuar një korridor të ri transporti, që rivalizon edhe projektin e famshëm kinez të quajtur One Belt Road, por ky do ishte një projekt tjetër që tashmë lidhte Bashkimin Evropian me Indinë, pra ekonominë tjetër madhore të botës, pra një mënyrë se si Evropa të mos ishte e limituar thjesht me një korridor transporti, por të kishte disa opsione, dhe këtu përmendi rolin që mund të luajë porti i ri i Durrësit. Pra
në të gjithë këtë konfiguracion të ri politik që po lindë sot në botë, Shqipëria ka mundësinë për të qenë diçka më shumë se sa thjesht një parajsë turistike, gjë që po zhvillohet në mënyrë ose tjetër, por për të qenë një ekonomi e denjë evropiane me industri, me shërbime, me manufakturë dhe me një sër sektorësh të tjerë. Zonës Ministri Zojere po thosë se i thotë që të gjitha, sigurisht që për investimet mund të flasim gjatë, mund të flasim në shqiptarët, si kundër foli zëvendës ministra, po të ftorit e mi në studje, po fakt është që kam folë tashmë ndërkombëtarët për investimet në Shqipëri dhe ky është edhe qëllimi i këtij emisioni. Unë nuk kam më shumë kohë për këtë emision, kështu që më mbetet vetëm të falenderoj së pari zëvendës ministrin që nuk e kisha në studje për arsye pune, Marinelën, e cila më përgjigj më njëherë dhe pse për herë të parë, po do të jetë vazhdimisht në studio Majlindit, gjithashtu dhe Renaldon, i cili është bërë tashmë një miku imi në studje. Ne do të takohemi përsëri ditën e premte me një tjetër temë, nga unë Bardhi Sejdara, si natë në mirë dhe mirupafshim.